flasim pak për finalen e Big Brotherit që është nesër. Sipas teje, cili finalist ka pasur strategjinë më të fortë gjatë gjithë lojës? Kur futesh në Big Brother me një strategji të caktuar, është dështim. Ti do thuash pse? Sepse unë e kam provuar vetë. Nëse ti hyn me një strategji të qartë në kokën tënde, atë ty strategji të bien për shkak të lojës që banorët e tjerë bëjnë. Kështu që lojën më të bukur, jo strategjin, se nuk do ta cilësoja si strategji, po si lojë të egër të fortë ka pas Rogerti. Si strategji Selin. Patjetër bashkë me Mirin, sepse unë mendoj që loja e krevatit, që është bërë ka qenë një lojë strategji e menduar deri diku në 2 javët e para të Big Brotherit. Po që siç po thoja pak më parë që strategjit dështojnë rrugës, kështu që dështoi edhe krevatin dhe pastaj gjithë se kush ka vazhduar lojën e vet. Mateo pastaj është një nga ato lojtarë që shumë i dashur edhe për publikun, për shkak të pozitivitetit që ai ka, për shkak të lidhjes dashurisë që ka pasur dhe ka me Brikenën. Kështu që kam përshtypjen ka 3 banor faktikisht, kam pasur këtë Selin, Mateo, Miri. Po më i sinqert dhe më i shëndrueshëm në lojë. Që kur thua fjalën lojë, fjala qëndrueshmëri bie. Kështu që detyrimisht nuk ka asnjë të qëndrueshëm. Çfarë është thënë më parë? Dje kam dëgjuar perlat e Rogertit që thoshte edhe 5 vite jetë kam, duke kopjuar një ish banor tjetër, duke thënë që unë do të fitoj këto lekë edhe këto 5 vite jetë që kam, ja lë djalit tim. Ai tjetri thoshte që mezi po pres të dal jashtë të filloj shoqërinë me Selin. Mateo thot mezi po pres të dal jashtë për të vazhduar lidhjen me Brikenën dhe për të zyrtarizuar atë jo vetëm me dasmën e Bigut. Kështu që qëndrueshmëria bie. Çfarë faktori mendon se do të vendosi fituesin? Loja apo publiku? Publiku është faktori kryesor, ai që cakton, dhe publiku të voton në bazë të lojës që ti ke bërë dhe në bazë të asaj që ti ke dhënë, kështu që nuk e ndan dot këtë gjë. Shpresoj shumë që votimi ose më qartë rezultati të jetë i ndershëm. Të mos ketë manipulime të tipit call centera që votojnë siç ka ndodhur në një edicion tjetër, që s'po e përmend kurrë, të cilët votonin masivisht dhe kanë deformuar fituesin. Kështu që shpresoj që këtë herë të jetë një edicion siç ishte dyshi për shembull, që realisht ka qenë publiku ai që e ka zgjedhur fituesin. Nëse nuk fiton i preferuar i publikut që disa thon Mateo, disa Selin, a mund të konsiderohet një finale pa drejtë? Do të konsiderohet një finale, ajo konsiderohet gja një finale e dështuar, po ta marrim në këtë aspekt, sepse që nga fakti që Brikena nuk u përfshi në finale, po përfshihet Rogerti, i cili gjatë gjithë kohës ka bullizuar, ka ofenduar, ka sharë, ka dhunuar psikologjikisht banorët, ka prekur familje, ka dalë në studio, ka rihyrë prap, dhe prap vajtin në finale pa u penalizuar asnjëherë, do thotë që finalja është një dështim për sa i përket kësaj. Dhe nëse prap do të ishte dhe fituesit mos ishte një nga ata të dy, që duhet jetë patjetër ose Selin ose Mateo, sepse nuk ka lojtar tjetër më të preferuar jashtë. Do të ishte, në qoftë se fitoria do ndahej për shembull Mirit ose Rogertit, do të ishte pastaj dështimi tjetër i radhës, si disa dështime që kanë ndodhur këtë Big Brother. Po ti vetë në preferencat e tua, kush mendon se Unë e kam deklaruar, s'të lë fare që ta bësh pyetjen, se unë kam deklaruar që në fillim që unë i shndron asaj. Duhet ishte Big Sister dhe duhet ishte patjetër fituese, duhet jetë patjetër vajzë, edhe duhet jetë Selin, patjetër. 23 vjeç, e artikuluar, e zgjuar intelektualisht, e formuar goxha më mirë se sa 3 banorët e tjerë. Një njeri që në moshën e saj ka përballuar një shpur me burra që kanë hyrë e kanë dalë në atë shtëpi, edhe po përballon dhe 4-3
që me thënë të drejtën nuk janë as pak paqësor, sepse kjo është java finale më e zhurmshme që ka pasur në njëherë Big Brother. Zakonisht java finale është muaj mjalti, të herë ka qenë muaj ferri, kështu që ajo e vetme po i përballon shumë mirë, ka zgjedhur këtë lojë, ka mbatur deri në fund konstante dhe Selin, absolutisht. Po të kalojmë pak tek ferma VIP. A mendon se hyrjet e reja si Ervini dhe DJ Bujaka do ta ndryshojnë rrjedhën e lojës? Jo. Tashmë aty ka faktor. Është Vanessa me Indritin, është Moza. Është Moza. Është figura kryesore, është aktoria kryesore pozitive e serialit Ferma VIP. Kështu që jo, kam përshtypjen të tjerët janë thjesht garnityra që hyjnë e dalin. Njerëz që kanë për të konsumuar shpejt, kanë për të dalë shpejt dhe që bëjnë të tërë bëjnë një gabim të caktuar, nuk hynë brenda për të krijuar figurën e tyre, po ata shohen tek persona që ata mendojnë se janë të fortë. Për shembull, Bujaka është me Ilirin, Ervini është me Mozën, edhe nuk është se kanë kriju një pol të vetit. Në qoftë se unë do të isha për shembull një hyrje e re në një nga show, do isha munduar të krijoja polin tim, duke i sulmuar të tëra krahët. Dhe jo duke u atashuar, duke u bërë bisht e një krau, sepse ti në qoftë se hyn në një lojë ku çmimi final është 200.000 euro, ke për të bërë lojën tënde, s'ke për të bërë lojën e tjetrit. Pastaj në qoftë se ke hyrë për të marrë famë, okay, kjo është tjetër gjë. Po për situatën e Vanessës, mendon se është e gjitha një strategji për të tërhequr vëmendjen apo është vërtet e përfshirë? Jo, Vanessa, mua më vjen keq që po përdoret. Se u mor qa u mor nga Vanessa dhe pastaj u tha që kalovesh bukur. Më vjen keq që asaj vajze ju bë ajo lloj padrejtësie. Kam përshtypjen që ajo ka ecur me feeling, ndërsa Indriti ka ecur me strategji. Pasi kuptoj që po formoheshe një çift i ri në shtëpi, tha 2 gjela nikotes nuk rindon, kështu që po heq dorë. Mendoni se Moza është fituese vetme e Fermës VIP? Do i qëndroni kësaj? Që ditën e parë që unë e kam marrë vesh e Moza do hynë, që ka qenë diku nga janari, që e kam marrë vesh, që atëherë kam thënë që Ferma VIP ka përfunduar. Për mua është një fitues i caktuar që ditën e parë kur ka filluar Ferma. Në lidhje dhe me deklaratat që ke bërë së fundmi për Edison, a ke prova apo fakte konkrete që i bazon këto akuza? Cilën? Më fal? Cilën akuzë? Akuzat që ke bërë ndaj Adisës për qendra masazhit të palishme. Një portali i cili ka publikuar një lajm mbi Edisën për sa i përket që dikur ka pas punuar në një qendër masazhi që është mbyllur nga policia. Dhe unë kam cituar gjithmonë, unë citoj lajmin. Nuk e kam shpikur. Burimin pastaj nuk e di, është e drejta e gjithkujt që ta mohoj, ta pohoj, ta vërtetoj e ta bëj, absolutisht. Unë nuk bëj aludime të tipit, është edhe një portal tjetër, që është e turpshme, po që e ka thënë që ajo që u prezantua si motra, pas ka qenë vajza. Po unë nuk arrit deri këtu sa që të them këto gjëra, sepse janë vetë nuk i kam këtë një informacion. Kështu që më vjen keq, po nuk janë lajme që i kam nxjerrë unë, janë lajme që i kanë nxjerrë portalet e tjera, unë thjesht i kam cituar. Dhe vazhdoj t'i citoj. A do të vazhdosh akoma të njoj përballje në thonjza me Edisën, nëse do të vazhdoj t'i mohoj këto akuza dhe edhe të postoj? Unë kam pasur një komunikim me Edisën, i kam lënë, më ka kërkuar numrin e telefonit, patjetër, unë nuk kam asnjë kundra Edisës si personazh, si njeri, absolutisht. Ka kërkuar që takohemi, kur të ketë kohë, numrin e ka, mund të takohemi, mund të flasim. Edhe kaq. Edhe një e fundit për ta mbyllur, nëse do të krahasoje Bigun me Fermën deri në këtë fazë të lojës, kush mendon se ka bërë më shumë risi dhe kush ka qenë më reality show këtë vit? Si, po bën Ferma.
është një format krejt ndryshe, Big Brother është më stresues për banorët që janë brenda. Ndërsa Ferma është më relaksuese, sepse ti je jashtë, je natyrë, ke gjelbërim, syri sheh. Nuk të kufizohet syri brenda 4 mureve siç është në Big Brother, sepse në Big Brother dhe ajo baçja që është jashtë është e rrethuar dhe ti nuk sheh. Kështu që rëndesa psikologjike është më e fortë. Për sa i përket pjesës tjetër, më i suksesshëm ka qenë Ferma VIP. Këtë vit Big Brother ka dështuar, mua më vjen keq që ka dështuar. Ka dështuar në përzgjedhjen e castit. Të kujtoj vetëm një detaj. Ky është i vetmi Big Brother që në fund të muajit të parë të tij kishte vetëm 6 banor nga ata që kanë hyrë ditën e parë. Pjesa tjetër ishin ndruar. Kjo tregonte një lloj dështimi në përzgjedhjen e castit. Ti ke pas aty banor që hynin, rrinin 2 ditë, 3 ditë dhe që dinin. Ke pas banor që ke marrë vesh se nga kanë ardhur. Nëse ti quhen një Big Brother VIP vetë si koncept është një kthim pas në kohë dhe riciklim i figurave që në këtë rast e kanë bërë vetëm me Tanin. Tani ishte një figurë që ishte deri diku, Tan Kola ishte e harruar nga publiku, u riciklua dhe u rikthye në vëmendje. Në koncept Big Brother VIP ky është. Në Shqipëri ka një koncept tjetër, marrin modele në thojza se ne s'kemi dhe mod, po nuk e di, të vetë shpallura modele, të vetë shpallur gazetarë, të vetë shpallur, nuk e di se ç'a vetë shpallin aty. I vetmi sukses që pati Big Brother këtë vit ka qenë ne morëm vesh si e ka emrin ai tjetri që këndonte tek West Side Family, që u paska quajtur Miri.